Kush flet për mua ishte sot tema e diskutimit për koalicionin e OJQ-ve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe përfaqësuesve të ministrive e organizatave të ndryshme jo qeveritare. Në këtë takim u diskutua analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, e cila si qëllim ka të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Blerta Perolli, drejtoresh në KOMF, tha se objektivi i kësaj organizate është fuqizimi i mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë. Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, që do ta keni para jush, shpresoj, ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, duke vënë theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Njëkohësisht të ndikojmë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale. Dërsa Bexhet Gaxhiqi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tha se paratë dedikuara për fëmijët nga këndi institucional po arrin tek fëmijët, pasi që është granti qeveritar që ndahet për një pjesë të përfituesve që janë fëmijë. Për herën e parë në Kosovë të dalin të dhëna konkrete, të flitet me dhëna konkrete, me dhëna të sakta, jo vetëm pse ne dëshirojmë për të thënë kemi kaq fëmijë të inkuadruar në punë apo në këto regjone, ku për herën e parë do dalin të dhëna të paslutës në Kosovë për punën e fëmijëve në rrugë. Në këtë takim u bë edhe prezantimi i raportit, apo arrin tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesve. Shark Kurtishi, hartuesi analizës dhe njohësi politikave publike dhe financiare, tha se gjatë këtij hulumtimi janë shtruar shumë pyetje se cilat rreziqe po u kanosën fëmijëve në Kosovë. Nuk po rregullojnë problemin për një periudhë afatmisë ose afatgjatë, po rregullojnë problemin vetëm sot për nesër. Dhe si rezultat, neve shohim këtë qastin holistike që ku do duhet të jetë një strategji e cila do duhet të jetë edhe prioritet kombëtar në mbrojtja e fëmijëve. Skema asistencës sociale ka për qëllim garantimin e sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale në Kosovë, në mënyrë që të lehtësohet varfëria me anë të ndihmave sociale për fëmijët në gjendje të nevojës sociale.